Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë një valë të re sulmesh në Iranit, në ushtrinë amerikane që deklaron se ka goditur objektiva për të dobësuar më tej aftësinë e Teheranit për të sulmuar anijet që kalojnë në ngushtisën e Hormuzit, sulmet që në natën e 10 radhazi të operacioneve ushtarake amerikane dhe vijnë pasi presidenti Donald Trump u zotua të ndëshkojë Iranin për vdekjen e ushtarëve amerikan. Më herët Trump deklaroi se Irani ishte goditur shumë rënd një natë më parë, ndërsa 3 ushtarëve amerikan të vrarë së fundi, 2 në Jordani dhe 1 në Irak. Si kundër përgjigjen ndaj sulmeve amerikane, Irani njoftoi se ka goditur 2 cisterna nafte në ngushtisën e Hormuzit, si edhe objekte ushtarake amerikane në Bahrein dhe Kuvajt. Sipas mediave shtetërore iraniane, Garda Revolucionare Islamike pretendon se ka goditur me disa raketa lëndruese infrastrukturën qendrore të dhënave të kompanisë amerikane Amazon në Bahrein. Komanda qendrore Shebas njoftoi se sulmet e fundit goditën qendra komanduese ushtarake, kapacitete detare, pozicione për lëshimin e raketave dhe dronëve, si edhe sisteme të mbrojtjes ajrore të Iranit. Sipas amerikanëve, anijet tregtare vazhdojnë të kalojnë në ngushticën e Hormuzit. Nga ana tjetër, Irani tha se ekipet e shpëtimit po evakuojnë ekuipazhet e 2 cisternave të naftës që u goditën gjatë kalimit në këtë korridor detar strategjik. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes konfirmoi identitetin e 2 ushtarëve të vrarë në sulmin iranian ndaj bazës në Jordani, ndërkohë ushtria jordaneze njoftoi se rrezoi 3 raketa iraniane, ndërsa sirenat e alarmit u aktizuan në të gjithë vendin.